Të nderuar teleshikues, asalamu aleikum. Mirë se vini në emisionin tuaj Pyetjet në Kur'an. Shpesh në jetën tonë jemi ne të cilët ata i bëjmë pyetjet. Mi po çfarë ndodh kur ato vijnë nga Krijuesi i gjithësisë? Zoti i gjithësisë me këto pyetje synon ose më saktë duket sikur tenton të zgjojë kurreshtjen tonë, të korrigjojë konceptet tona, por megjithatë të na shtyp pra drejt së vërtetës. Si mund t'i marrim ne këto pyetje, t'i përkthejmë në vepra për veten tonë, por dhe në bashkëbisedim dhe dialog të hapur që dhe të tjerët pra të iluminohen me këtë inspirim hyjnor. Për ta sqaruar këtë, ne sot do të fokusohemi konkretisht tek sura El Mursalat. Mirpo si gjithmonë na vjen në ndihmë miku i dhe i ftuarin i përhershëm, Hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirëserdhët. Mirëserdhët. Atëherë sot kemi përzgjedhur që ju të na shtjelloni surën El Mursalat. Pyetjet në këtë sure pra duket sikur ndahen në 3 pjesë. Pjesa e parë, kjo sure flet për dënimin e popujve të mëparshëm, kur Zoti thot: "A nuk i shkatruam ne të parët, pastaj bëm që t'i pasojnë dhe të tjerë. Kështu ne veprojmë pra me le të themi keqbërësit." Së dyti grupon ajetet e krijimit njerëzit, ku Zoti thot: "A nuk ju kemi krijuar neve prej një ujë?" Pastaj thot: "E vendosën në një vend të sigurt deri në një afat të caktuar dhe ne e përcaktuam atë pra dhe sa përcaktues të mirë së të fuqishëm jemi ne." Dhe së treti flet për tokën dhe jetën mbi të, kur Zoti thot: "A nuk e kemi bërë ne tokën streh për të gjallët dhe të vdekurit, dhe ne vendosëm në to male madhështore dhe ju bëm pra që të pini ujë të ëmbël." Le ta nisim nga pjesa e parë. Pse shpesh në Kur'an Zoti përmend, le të themi, dënimet apo shkatrimet që ka mësuar popujt e mëparshëm? Për mësim, pra njeriu, domethënë, le të themi, një nga rregullat më të rëndësishme që ka jeta është të fitosh nga përvojat dhe eksperiencat e tjerëve. Dhe Zoti madh i përmend pikërisht se çfarë ka ndodhur me popujt mohues që kanë dalë kundër Zotit apo kundër profetëve, se si ka vepruar me ta që sikur po na thotë, kujdes sepse se më thënë "Walan tajida li sunnatillahi tahwilan walan tajida li sunnatillahi tabdila". Do të thonë rregulli i Zotit nuk ndryshon. Ligji i Zotit nuk ndryshon. Pra nëse do të ketë kundërshtues të fesë dhe të besimit të profetëve, e njëjta gjë do të ndodhi, pavarësisht se mund të ndodhi në forma të tjera, në mënyra të tjera, po e njëjta gjë do të ndodhi. Pra nuk ndryshon, si më thënë, ligji i Zotit universal për ata të cilët dalin kundër Zotit dhe profetit ose profetëve, pra në radhët e historisë. Kështu që mësojmë nga e shkruara që mos bëjmë gabimet në të ardhmen. Kjo është. Po, të mësojmë nga gabimet e shkruara. Pra, si më thënë, të marrim nga mësimet, jo të bëhemi mësim. Qartë. Pra, jo të tregojemi ne si mësim, po të marrim mësim nga ata që kanë ndodhur më herët. Dhe kjo faktikisht është metoda më e mirë për të edukuar, si më thënë, për të edukuar rregullin. Pra, ti paraqet se çfarë ka ndodhur me të tjerët, ndërkohë që je i njëjti ligjvënës, pra është i njëjti Zot ai i cili ka vënë atë ligj dhe atë rregull dhe ka njoftuar se nuk ndryshon ky ligj dhe ky rregull. Prandaj i mençuri është ai i cili, si më thonë, merr mësim nga ajo që ka ndodhur tek të tjerët dhe do të thonë nuk bën të njëjtat gabime. Qartë. Pastaj Zoti vazhdon dhe i thot njeriu pra origjinën e tij e cila është e dobët dhe thot: "A nuk ju kemi krijuar nga një pikë lëngu të shpërfillur ose le të themi të dobët." Pse pikërisht kujtohet kjo pjesë, ky element? Do të thonë kujtohet ky element njeriu që ai të kuptoj se, do të thonë, pa Zotin është një lëng i shpifur pa Zotin. Do të thonë origjina e tij është pa, do të thonë, çfarë e bëri njeriu? Cila ishte ajo fuqi, cila ishte ajo madhështi, cila ishte ajo mrekulli që e bëri njeriu të jetë ky që është sot, ndërkohë që ky njeri po të kthehesh në origjinën e tij të hershme, domethënë është i pështirë, le të themi. Dhe kur kthehet në coftin mas vdekjes, pra bëhet i pështirë, pra me kuptimin e neveritjes njerëzore. Për këtë arsye në rastin e parë pastrohet dhe lahet me ujë, dhe në rastin e dytë varroset. Pra ti o njeri e kujton Zotit, domethënë që të kuptoj se është Zoti ai i cili ja ka dhënë gjithçka çfarë ka dhe nuk është merit e tij, as nuk është dhuratë e prindërve të tij. Prindrit janë, si më thënë, sebepi, shkaku, po el musebbib, shkaktari i vërtet,
dhe bërësi i vërtet i gjës është Allahu. Pra e kujton njeriu me dobësinë e tij që mos mashtrohet me fuqinë e tij kur ai është në një moment siç jemi ne për shembull një moshë të madhe që na duket sikur gjërat i menaxhojnë vet. Faktikisht edhe nëse njeriu nëpërmjet mendjes tij, fuqisë tij, përpjekjes tij dhe mundit tij arrin diçka në jetë, faktikisht kjo është prej Zotit prap. Po si është prej Zotit? Po është Allahu ai i cili ta ka dhënë intuitën, mençurinë, inteligjencën, zgjuarsinë, mprehtësinë që ti të arrish këtu ku je sot. Sepse dikush tjetër nuk e arrin të njëjtën gjë që po arrin ti. Domethënë se Zoti ty të ka dalluar me diçka që se ka dhënë dikujt tjetër, atëherë ti për këtë duhet të jesh falënderues, ti për këtë duhet të jesh adhurues, ti për këtë duhet të jesh mirënjohës. Siç është shprehje që shumë njerëz më të aftë se ne nuk kanë ecur kaq sa që kemi ecur ne, ose shumë njerëz më të pasur, shumë kjo është puna e Zotit që na ka nderuar dhe na ka ngritur lart. Pastaj i thotë deri në një kohë të caktuar. Po pse përmendet dhe afati, le të themi fillimi dhe fundi. Sepse njeriu domethënë është i çuditshëm, harron dhe mendon se do të jetojë përjetësisht në këtë botë. E shet tjetër me këm varr kur i thon prap dëshiron të mbledhë, prap ka lakmi, prap ka zili, prap domethënë vrapon mas dynjas, mas jetës kësaj bote, ndërkohë që je në afat, je i afatizuar. Kjo një dhe e dyta ka njerëz që mendojnë se mbas një farë kohe do të rregullojnë gjërat. Ky afatizimi që ka përmend Zoti këtu ka një gjë, domethënë dramatike brenda, që është fakti që njeriu nuk e di se kur i mbaron afati. Se është ndryshe për ta dish se afatin e ke 70 e i bën ca gjëra, pastaj thu nga 60 deri në 70 rregullohem, ose i vit para rregullohem. Problemi është se ti mund të mendosh 70-ën, ndërkohë që mund të jetë prerë bileta për 40. Mund të provim edhe prerë bileta për 30, siç ishte rasti i atyre dy motrave që ata po shkonin në spital për vizituar vllajën, mirë po ishte caktuar diçka tjetër. Pra për këtë arsye thot Zoti afatizim. Dhe ky afatizimi faktikisht përmendet shumë në Kur'an. Pra njeriu duhet t'ia kujtojë vetes tij se është me afat në këtë botë. Dhe problemi i afatit është se nuk është i treguar se kur është fundi i këtij afati. Pra njeriu del për qef dhe kthehet në arkivol. Njeriu shkon në udhtim dhe kthehet në arkivol. Njeriu flen darkët dhe kthehet në arkivol. Njeriu del nga shtëpia me arkivol. Njeriu mund të jetë shumë mirë me shëndetin, mund të jetë sportist, mund të merret në palestër, mund të jetë në të gjitha parametrat ekselent, ndërkohë që domethënë përfundon dhe ikën nga kjo botë në botën tjetër. Pa ne jemi këtu të afatizuar dhe ky afatizim nuk është treguar, pra është mbajtur sekret e di vetëm Zoti i gjithësisë. Pra sikur Zoti do të rrini gati gjithmonë. Për këtë arsye po ta shohësh në një sure Kur'ani, Zoti i drejtohet njerëzve dhe thotë dhe mos t'u gjej vdekja vetëm musliman të mirë. Po si mund të gjej vdekja musliman të mirë? Do thotë që unë do të ri gjithmonë gati, do të jem gjithmonë i përgatitur. Në fakt kjo pjesa e afatit na kujton një fenomen social që ndodh. Domethënë kur një afër ose një i njohur merr një postë të rëndësishme ose arrin diçka, ne themi shiko se jemi një afat, pra do provohesh ftyra që do i lësh fëmijëve etj. Mirë, por na harrojmë që edhe ne vet jemi këtë lloj afati, pra se jemi të çndetshëm, do ta bëjmë jetën konform rregullave dhe kënaqësisë, pra dhe gjërave që kënaqin Zotin e gjithësisë. Pastaj thotë, kështu e kemi rregulluar sa rregulluar të shkëlqyer jemi ne. Normalisht, po them subhanallahu, njeriu vetëm të shohë, domethënë zhvillimin e embrionit, barkun e nënës, në mënyrën se si e paraqet Kurani dhe e ka vërtetuar shkenca. Njeriu kupton, domethënë, dashurinë, për kujdes, dhimbshurinë, mrekullinë e Zotit, domethënë në 9 muaj të prodhohet një njeri brenda një njeriu. Dhe emocionet që lidhen dhe shumë gjëra që sot teknologjia si arrin të pasojë. Ajo që është më e rëndësishme fakti siguria e zhvillimit të procesit. Pra në mënyra se si zhvillohet, mënyra se si rritet embrioni, fazat që kalon embrioni, domethënë është mrekulli në vete. Dhe në fund fare, nga një njeri del një njeri tjetër. Dhe vazhdon nga një njeri dalin njerëz të tjerë prap. E kështu vazhdon, si më thënë, jeta tonë. Kjo është mrekulli e madhe. E gjitha është në një proces shumë të sigurt. Për këtë arsye, domethënë, ka edhe aborte kështu, mirë po janë shumë pak në krahasim me atë që lindin njerëzit normalisht dhe zhvillohet jeta në tokë. Për këtë arsye numri sot le të themi ka arritur në 8 miliard. Si ka mundësi, domethënë është mrekulli e Zotit, sepse
po të ishte në dorë të njeriut, njerëzit do të veshin rregulla, do të kishin kufizime, mirë po është punë e Zotit dhe është caktimi i Zotit dhe jeta vazhdon tokë dhe do të ketë. Pra është një proces shumë i sigurt, pavarësisht se madhështia e mrekullisë, fuqia e mrekullisë është shumë e madhe, mirë po mënyra se si zhvillohet është një proces shumë të sigurt. Është një njeri që zhvillohet brenda një njeriu dhe del nga një jetë pa u rrezikuar jeta si më thënë, e nënës, do më thënë, është mrekulli e madhe, sepse mënyra se si zhvillohet është, do më thënë, po ta shohësh nga një anë ka rrezik shumë të madh, po nga ana tjetër është siguri shumë e madhe. Pra mënyra se si përzgjedhet, mënyra se si kryhet fekondimi, mënyra se si qëndron disa kohë jashtë dhe pastaj përmbledhet në mitër, pastaj mënyra se si shndrohet nga faza në fazë, nga etapa në etapë, gjitha këto janë mrekulli. Po një siguri të madhe, pra Zoti i madh e ka përcaktuar në formë të tillë që në fund fare do dalë një rezultat shumë i kënaqshëm për familjen, për çiftin, po edhe për shoqërinë, sepse siguron, domethënë, ekzistencën e racës njerëzore në tokë. Në fakt, krijimi i Zotit dhe krijimi i njeriu, po ti bëjmë një lloj analize, duket sikur krijimi i Zotit ka një element emocional që nuk e krijon dot për shembull sot teknologjia dhe shkenca. Fele bie lindjet surrogato, ato nënat që pra mbartin fëmijët e tjerëve, masi i lindin, shpesh shkojnë në vetvrasje, depresion sepse lidhen me fëmin emocionalisht. Po nëse dikur do të arrijë pjesa e robotit, atëherë do të mungojë kjo pjesë dhe e përforcon këtë edhe sot për shembull që jemi në kohën e AI, chatboxeve, njerëzit në AI kanë avatare që mundësojnë më mirë, ama duan akoma njeriu. Pra impresionet e tij, eksperiencat e tij çka ka përjetuar në jetë dhe pra dallimi midis njeriu dhe krijimit të njeriu dhe krijimit të Zotit në thonjza është që Zoti ka dhe elementin emocional që ju përmendët, pra nëna, fëmia, përveç anës teknike, ka dhe një anë shpirtërore, pra që na dallon nga bota materiale. Dhe kjo nuk zëvendësohet dot kur, besoj. Po. Për këtë arsye edhe në Islam do të thonë që rasti i fjalë, do të thonë gjykimi i surrogacisë është haram dhe i ndaluar. Dhe një nga arsyet, le të themi, nuk është kjo arsye bazike, po një nga arsyet që ndalon është, domethënë, pikërisht, domethënë, dalja jashtë natyrës emocionale dhe shpirtërore në të cilën Zoti ka krijuar nënën. Pra, nëna është e atill që krijon lidhje dhe raporte emocionale dhe shpirtërore me embrionin, po edhe embrioni gjithashtu. Domethënë, plus që ka atë ndikimin e vet, le të themi, absolutisht ka ndërhyrje, pra krijohen, le të themi, ndërhyrje në ADN në gjithçka. Ajo që quhet në Islam, domethënë, si më thon, prishja e gjenealogjisë, e pemës gjenealogjike, kemi ndërhyrjen pemën gjenealogjike, pra ndërhyrje të jashtme në pemë gjenealogjike etj. Pa për këtë arsye Islami ka ndaluar dhe domethënë në të njëjtën kohë ka nxitur që thotë martohuni, shtohuni se unë do të ndihem mirë dhe do të jem krenar me pasuesit e mi ditën e Kiametit. Po në rast kur ka rrezik për nën ose për fëmin, rast ekstreme lejohet surrogacia ose kur janë raste që mund të lejohet, në një rast edhe që ne s'na vjen. Në një rast, thjesht kush nuk bën fëmijë është i sprovuar. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ka njerëz që Zoti i lën, le të themi, steril. E ky sterilitet nuk mund të zgjidhet nëpërmjet haramit. Pra konsiderohet sprov për njeriu, edhe duhet dorëzohet përballë kësaj sprove se Zoti ka dash hajrin. Dhe historia e surës El-Kehf, është një argument shumë i qartë që jo gjithmonë të pasurit fëmijë do të thotë bekim. Nganjëherë mund të jetë mallkim, ose le të themi mund të jetë ndëshkim për njeriu. Kështu që kujt nuk i jep Zoti, do të thotë se Zoti ka ditë diçka shumë më shumë se sa ajo që ne mund të prekemi për momentin. Quhet sprov. Pra njeriu duhet ta konsiderojë këtë gjë si sprov dhe jeta të vazhdojë me këtë sprov, siç dikush është i sprovuar me syt, dikush tjetër mund të jetë i sprovuar me veshët, dikush tjetër mund të jetë i sprovuar me gjymtyrët. Ky person është i sprovuar me sterilitetin. Domethënë kaq edhe nuk duhet qoftë nga ana e gjinisë maskullore, pra e bashkëshortit, qoftë nga ana e gjinisë femërore bashkëshortes. Pra kjo është një sprov për cilën njeriu duhet dorëzohet. Përmendja në këtë sure e faktit që vim nga një pik uji, pra është përfillur. Kështu është bërë përkthimi shqip. Pik lëngu, le të themi kështu. Po, pik lëngu. A ka dhe një indicje të fshehur për krimin ditën e gjykimit?
Pra ne Zoti na krijoi nga i piku uji këtu, e jo më të na rikthejë një herë Po ta shohësh surën faktikisht nga fillimi deri në vend, deri në fund, kemi atë pyetjen që thotë febi e hadithin ba'dahu, thotë wailu yawmin lil mukedhibin. Kur flet për le të themi për çfarë kanë ndodhur popujve të mëhershëm, bën pyetjen mirë për ata të cilët e përgjigjësojnë ditën e gjykimit. Kur flet për mrekullinë e erës, shpalljes, mirë për ata që mohojnë ditën e gjykimit. Kur flet për malet, për ujin, mirë për ata që mohojnë ditën e gjykimit. Kur flet për xhenemin, këtu në këtë surë, mirë për ata që mohojnë. Kur flet për njeriu dhe krijimin e njeriu dhe sigurinë se si ai vjen në këtë botë, mirë për ata që mohojnë ditën e gjykimit. Kur flet për paratë, për xhenetin, për xhenemin, po në këtë surë, mirë për ata që mohojnë ditën e gjykimit. Pra, të gjithë këto fakte duhet ta çojnë njeriu tek besimi i sigurt se ka botë tjetër. Krijimi, bota, jeta, malet, uji, gjithçka është argument se Zoti po t'jep gjithë to mirësi, po do të paguhet një ditë llogaria, ka i faturë gjëja. Një. E dyta, krijimi i kësaj bote është argument se Zoti është i plotfuqishëm ta rikrijojë njeriu. E treta, kjo që ja thatë ju, domethënë në momentin që njeriu, domethënë vjen nga një pikë lëngu le të themi, kështu më thonjza pra, dhe vjen një jetë të krijohet jeta, Allah është i plotfuqishëm që ta rikrijojë edhe një herë. Ndërkohë që domethënë ishte rikthimi apo ribërja është shumë më e lehtë për Zotin sa bërja herën e parë apo krijimi herën e parë. Nuk ka dyshim që ky është një nga argumentet. Pra ardha e njeriu në këtë botë, mënyra se si ai vjen në këtë botë dhe vjen jeta dhe shpirti në këtë botë është argument shumë i qartë për Zotin se është i plotfuqishëm ta ringjallë edhe një herë. Pastaj kalon pra nga përmendja e popujve më parshëm, historia e tyre, krijimi i njeriu, Zoti kthehet dhe thot, flet për jetën dhe jetën mbi tokë pra. Dhe thot, a nuk e kemi bërë tokën stre. Pastaj thot për gjallë dhe për të tepërt. Arabisht është mihada. Po. Mihada ndoshta mund të përkthehet vend qendrim. Mehd i thon djepit. Djepit. E kemi për këtë arsye dhe mund të jetë për këtyre stre. Domethënë e kemi bërë tokën si dje, e ke parasysh sa rahat është njeriu ai baby në djep ose në atë krevatin e sa i rahatshëm është, sa i sigurt është, sa i qetë. Edhe pse ka tronditje dhe lëvizje, prapa është i qetë, sepse e di që dora që e tund është dora e nënës, dora e dashurisë. Edhe kjo botë, toka, le të themi, pavarësisht është në lëvizje të vazhdueshme, ama në thonjza pra dora që e tund, dora që e rrotullon thonjza gjithmonë, pra fuqia dhe kush kujdeset për të është ai që e don njeriu më shumë sa prindi, ai që e don njeriu më shumë sa nëna. Për këtë arsye, domethënë Zoti e përmend dhe këtë si fakt. Pra jeni në një botë e cila është përshtatur për ju, është bërë për ju si djepi, është bërë për ju si shtëpia, është bërë për ju si shtrati, është bërë e nënshtruar në këmbët e tuaja. Tani përballë kësaj do të ketë në një mirënjohje. Ai bën kjo besimtarët të më të qetë nga fenomenet natyrore, jo po afron kometa, jo do goditet bota, jo ose do të mbarojë apokalipsi, apo vjen ne besojmë se do të ndodhi kiameti, ne besojmë se domethënë një ditë bota do të shuhet, por ne nuk jetojmë me fobinë e saj. Pse? Sepse ne e dimë që në fund fare është në dorë të Zotit gjithçka. Do të bëhet kur ta këshillojë Zoti. Mirësia dhe bekimi i Zotit është se ne nuk e dimë faktikisht. Dhe shqyr që nuk e dimë, se kur nuk e din, domethënë jeta vazhdon normalisht. Kur e din, hajde ta jetosh jetën, ndërkohë që ti e din se kur do të ndodhi. Kështu që domethënë është një ftesë për njeriu që të reflektojë ndaj Zotit bujar dhe të mëshirshëm, i cili domethënë e ka bërë këtë tokë, edhe pse është si më thon në lëvizje të vazhdueshme, e ka bërë të qetë dhe të sigurt për njeriu që ndaj këtij Zoti duhet të jemi falëndërues dhe duhet të jemi adhurues. Pastaj përmenden malet, madhështore edhe uji. Pra pasi thot Zoti që e bëm stre, direkt përmenden malet dhe uji. Lidhja midis tyre logjike. Uji është e qartë, domethënë, pa ujë nuk do të kishte jetë në tokë. Po edhe malet, pa malet nuk do të kishte stabilitet dheu. Pra Zoti i Madh është ai i cili i ka le të themi, i ka koordinuar aq mirë dhe aq bukur gjërat, saqë të gjitha këto bashkë përbëjnë atë sigurinë e jetës në tokë. Pra uji, dheu, balta, malet,
le të themi ajri, atmosfera, dielli e kështu me radhë. Të gjitha këto janë mirësi dhe bekimi i Zotit. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." I bekuar dhe i madhëruar është Zoti, i cili është krijuesi më i përsosur, më i mirë. Domethënë çdo gjë e bërë nga Zoti është në vendin e duhur, në mënyrën e duhur, në formën e duhur, ashtu siç është më e mira për të bërë. Kështu që njeriu përballë këtij Zoti duhet të jetë falëndërues. S'ka rrugë tjetër. Atëherë bëjmë një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Ja pra, kur rikthyem sërish në studio. Atëherë hoqë nderuar, sot në le të themi epokën e shkencës, epokën e informacionit, teknologjisë, AI-t, vjen një fenomen i çuditshëm. Sa më shumë që njerëzit kanë informacion apo shkenca zbulon, dijet avancojnë, aq më shumë duket sikur njeriu largohet nga kuptimi apo le të themi sekreti i krijimit, për shembull i përmendet malet, urtësinë e saj, ujërat, pra duket sikur ne po zhytemi në pjesën e detajeve dhe po harrojmë në fund fare thelbin. Ose ne merremi ose gjëja tjetër, ne mrekullohemi nga ligjet që zbulojmë dhe harrojmë që ligjet e kanë një ligjvënës. Po që çdo gjë vjen nga i gjithdituri dhe njerëzit për shembull le të themi zbulojnë këtë gjë, ja qeliza, ja atomi, universi, ja si funksionon, e kuptuam se kjo funksionon në këtë formë, njerëzit mahniten mbas mrekullisë së ligjeve, ndërkohë që ne harrojmë që mbi gjithçka dhe ka një ligj, ka një ligj vënës ose një ligj bërës, ai është Zoti, është krijuesi i gjithësisë. Për këtë arsye ka raste dhe situata dhe situacione ku ligji nuk funksionon. Pse? Sepse ai lart thotë njerëzit duhet marrin mësim, se nuk funksionon çdo gjë, domethënë sipas asaj që ata mendojnë. Ka dhe përjashtime dhe t'jep momentet e përjashtimit, domethënë që ti ja bën sebepin, ja bën shkakun, bën gjithçka dhe nuk funksionon. Pra, sikur na jep mesazh Zoti dhe thotë lidhur me krijuesin. Pra, është si ajo thonë filozofike, duke prefur kosën, harrojt kosiste barën, pra iku dita, pra njerëzit merren me mjetin, por harrojnë fund fare qëllimin, pra që është që njeriu të kthehet nga Zoti i gjithësisë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pra i kam krijuar për të madhuruar. Pra ky është misioni i vërtet faktikisht, lidhja me Zotin, mirënjohja ndaj Zotit dhe mos u hallakatni ose mos u harronin detaje. Detajet janë të bukura, janë të rëndësishme, janë interesante, po detajistin me atë duhet të kemi raport me krijuesin. Edhe në fakt Sheikh Nabulsi thot epoka bombardimit me informacione. Pra njerëzit ty të vjen informacione dhe pa e dash fare, pa të ashtu. Një mik, një koleg hap një edhe hutohesh pastaj nga qëllimi. Gjërat bazike ne i lejmë masdore. Zotin, familjen, fëmia, të punuarit halal, të jetuarit mirë, edukata, sjellja, këto janë faktikisht bazike. Vetvetja shneti shpesh te i kalohet, pra edhe kjo pjesë duke u hutuar pas një bote vizuale sot që njerëzit gjithmonë po hipnotizojnë gjithnjë më shumë. Dhe mbyllja e surës është tepër interesante dhe në fakt gjithë që e lexojnë thonë pse, thot Zoti, dhe në cilën shpallje pas kësaj do të besojnë. Pra, nëse ju o njerëz me ardhin e profetit Muhammed, me mrekullitë që Zoti solli nëpërmjet Kur'anit, me mbylljen e të gjitha dilemave që mund t'i lindin njeriu në raport me Zotin, në raport me profecinë e Muhammedit alayhis salatu wassalam, në raport me Kur'anin, s'ka më gjë tjetër, po nuk besuat Kur'anin, çfarë do të besoni më? Se nuk ka më alternativë tjetër. Alternativa e fundit e vetme është Kur'ani, është profeti Muhammed alayhis salam, është Islami. Nuk ka më. Çfarë prisni më? Mos prisni më gjë tjetër, nuk do të sjell më Zoti libër tjetër, nuk do të sjellim më Zoti profet tjetër. I ke këtu të gjitha. Për këtë arsye themi ne Kur'ani ka lajmet e të hershmëve dhe të vonshmëve, pra me kuptimin e atyre që kanë jetuar përpara nesh dhe atyre që do të jetojnë pas nesh. Gjitha përgjigjet i kanë Kur'an, gjithçka e kanë Kur'an. Për këtë arsye ne për shembull në çdo lloj situate që mund të ndodhi diçka, le të themi
në botën shkencore, akademike etj, ne nuk ndjehemi asnjëherë, si më thon, inferior. Gjithmonë e ndjejmë veten mirë sepse themi do ta ketë Kurani diçka rreth kësaj ose do ta ketë thënë diçka profeti alayhi salatu selam. Dhe me të vërtetë ndodh në shumë raste që kur zbulohet diçka ose thuhet diçka, e gjejmë që prit se Zoti kështu e ka thënë faktikisht. O e paskaton Zoti. Do të thonë nuk e paskaton Zoti kot këtë gjë këtu, etj. Siç ka qenë rasti shembulli i krahut mizës, kur bie në gjell. Ajo ka qenë, do të thonë le të themi shekulli 19, ka qenë problemi çik për të thënë, ndërkohë që më vonë zbulohet antitrupat dhe trupat antitrupat, pra në dy krahët e mizës. Pra dua të them domethënë që ne domethënë jemi në një lloj situate me Kur'anin famëlar që nuk ka më alternativë. Është e vetmi alternativë, është alternativa e vetme. Pra mos prisni më gjë tjetër, mos prisni që Zoti të sjellë diçka tjetër. Nuk ka më alternativë tjetër. Pra o njerëz e keni Kur'anin për gjithçka. Në Kur'an keni gjithçka. Madje, domethënë Zoti ka përmendur gjithçka në lidhje edhe me profetët, domethënë Kur'ani është le të themi një rezume, një përmbledhje ose ajka e të gjithë librave qiellor që ka zbritur Zoti në tokë. Ka përmbledhur gjitha Kur'ani, domethënë nëse e lexon Kur'anin, nëse e beson Kur'anin, i ke besuar të gjithë, i ke pranuar të gjithë dhe je duke jetuar me të gjithë. Pra, le të themi, s'ke nxjerr askënd dhe s'ke mohuar askënd. Në fakt, kjo që ju thatë pra... Edhe bota tjetër, më falë, pra edhe puna e botës tjetër, e ringjalljes, e detajeve të shenjave të Kiametit, e detajeve të ditës së Kiametit, e detajeve të xhenetit dhe të gjitha këto përmendur. Pra, nuk është se ka ngel diçka në Kur'an që ka nevojë për një shpallje të re për t'u shpjeguar apo për të thënë. Për këtë arsye mbyllet fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, në çfarë tjetër përveç Kuranit do të besojnë. Në fakt kjo që ju përmendet pra, që çdo gjë çon që kjo është shpallja e fundit etj. Në filozofi ka një parim, por që ka vërtetuar edhe historia. Asnjëherë një fe nuk hidhet dot poshtë nga një filozofi ose nga një shkencë, por duhet vi vetë, le të themi, një ligj i ri që shfuqizoj të vjetrin, pra dhe ne për shembull themi që është Islami. Kështu që në lidhje me këtë, kur thot Zoti pas kësaj, pra në cilën shpallje pas kësaj do të besojnë, ka ndoshta ka dhe një indicie që kjo është shpallja e fundit, pra nuk do ketë më fe tjetër. Po. Dhe pra ne përmend vetëm shpalljen sepse të tjerat nuk mund ta rrëzojnë dot, filozofitë, zbulimet dhe. Po nuk mund të rrëzohet vetëm se me një shpallje të re, nuk mund të rrëzohet vetëm se me një profet të ri. Shpallje të re nuk ka, domethënë se çfarë do të besojnë më pas kësaj, do thotë s'ka më pas kësaj, siç e thot Zoti në Kur'an, wa khatam an-nabiyyin, vula e profecisë në tokë, ose siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë jam i fundit dhe s'do të ketë tjetër përveç meje, pra do të ketë profet mbas meje, por do të shfaqen para ditës së Kiametit 30, le të themi nga këto, le të themi profetët e rrem, të mëdhej, se mund të ketë edhe më shumë, po ato më të famshmit, nga koha e pejgamberit alayhis salam deri në ditën e Kiametit do të jenë 30 më të famshmit. Por dijeni e përsëriti prap se nuk ka më shpallje dhe profeci mbas meje. Pra, të gjithë ta që thonë me erdhi inspirimi, mu shpall diçka, etj, gjithë to, domethënë janë nul. Pra janë jo të vërteta. Sharlatan. Nuk do ketë më. Pra as figura që përmenden në Islam, për shembull Mehdiu, zbritja e Isait. Ata nuk do të jenë me shpallje, ata do të jenë brenda ligjit islam, pra edhe ardhja e Isait alayhis salatu wassalam në tokë, ai nuk është se do të ketë një shpallje të re. Ai do të gjykojë me atë që erdhi me të profeti Muhammed alayhis salam. Pra ne do pranojmë bëhet dhe imam. Argumenti kur do të vijë puna për të bërë imam, do i thonë futu imam o pejgamberi i Zotit, do i thonë Isait alayhis salatu wassalam, ai thotë jo, imami është prej jush. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha, si do të ndjeheni atë ditë kur ju do të bëheni imam për një profet të Zotit. Pra ai do të lidhet mbas një imami, për xhamatit të asaj kohe apo për imamëve të asaj kohe, dhe merr mend një profet i Zotit lidhet mbas imamit, domethënë. Ndërsa rasti i Mehdiut, imam Mehdiu që do të vijë dhe ne e besojmë këtë gjë, s'ka dyshim, sepse është përmendur me hadithe mutawatira. Imam Mehdiu do të shfaqet, domethënë, po nuk do të ketë shpallje. Ai do të ketë një inspirim, si më thon momental, ndërkohë që nuk do të ketë shpallje. Pra, shpallje nuk ka më, domethënë shpallje me kuptimin e profecisë. Se inspirimi momental ose inspirimi i rastit nuk shpëton prej saj askush. Edhe ne kemi inspirimet momentet.
Pra, si themi ne për shembull, duke folur ne të dy tani, ty të vjen një menim për të thënë diçka në raport me emisionin. Ky është inspirim faktikisht, pra që ta jep Zoti dhurat nga i madh Zoti. Nga kjo nuk shpëton askush. Dhe më i inspiruari, pra më i inteligjenti në këto dhuratat e Zotit, në umetin ton ka qenë Omeri radiallahu ta'ala anhu. Domethënë ka qenë më mulhemi, pra më inspiruar nga Zoti, më i orientuari nga Zoti ka qenë Omeri radiallahu ta'ala. Pra edhe Imam Mehdiu, pa që mos dal nga tema, nuk vjen me diçka të re apo me një shpallje të re apo si profet, ai vjen si një, le të themi, i zgjedhur i Zotit për të udhëhequr, si më thon, umetin islam në fundin e kohës para se të bëhet kiameti. Pra deri në gjykimit kushtetuta në fuqi hyjnore do jetë pra Kurani, them që do zbatojnë gjithë besimtarët. Absolutisht. Bukur. Atëherë o gjendëroj falenderoj që ishit në studio, si gjithmonë i këndshëm, shtërues, praktik për publikun. Gjithashtu falenderoj teleshikues nderuar për vëmendjet që na kushtuan. Deri emisionin e ardhshëm, asalamu alaikum.